Elbasani para ndeshjes me Bylisin? Si gjithmonë, si çdo javë, si nga fillim, ne jemi Elbasani, klubi i madh dhe çdo javë ne jemi mendoj si do luajmë mirë në fushë dhe do bëjmë maksimum. Edhe tani kundër Ballçi është njësoj. Do provojmë do bëjmë maksimum. Çfarë prisni nga ekipi? Çfarë duhet të rregullojë që të jetë dhe më në formë? Do rregullojmë pak qetësi, sepse edhe kundër Vora ishim mirë nga fillimi, deri goli I parë kur shënoi Qose, edhe pastaj humi pak qetësi, sepse në ndeshje është 90 minuta apo 95. Domethënë kemi tani nevojë për qetësi edhe jam sigur do dalim mirë. Në ndeshjen e kaluar kemi pasur një rezultat 1 pikë në 3 ndeshje, apo kalon skuadra në krizë? Çdo skuadra ka kriza në kampionatin shqiptar. Nga fillimi ishte Ignatia, ishte Dinamo, ishte Fiamutari, Tirana të tjera. Tani do shtë edhe neve kemi një krizë vogël, patjetër, por futbolli është bukur pse, sepse çdo javë është një shans do kalloj kriza, një shans tjetër. Edhe tani për ne, mas Vora kemi një shans tjetër, është Ballçi edhe ne jemi gati do provojmë gjitha në fushë, do fitojmë në ndeshje edhe do kallojmë to momenti vështirë. Ajo ka zhgënjur diçka në ndeshjet e kaluara? Po, du gola nga Vora. Çdo skuadra mund do shinoj kundër Elbasani, patjetër, kjo është e futbolli, edhe unë kuptoj to, por kur ishim 1-0 për ne, edhe ishim gjitha në dora jon, me 2 gola, naiv, tu jam pak mërzit, por prap, kjo është e futbolli, do rregullojmë, do flasim me qunat edhe jam sigur deri në fundin e kampionatit, sepse në fundin e kampionatit është llogari, gjitha do shkojmë mirë. A keni menduar të bëni ndryshime gjatë ndeshjes me Bylisin? Ndoshta në sulm? Ndoshta, por nuk mund të flasim shumë sepse sot kemi historitë e fundit. Pastaj bashkë me stafi do gjem një vendoset më mirë për skuadrën.